Gjon vetëm fjalën, lek, u lodha, shëndet, lek, se prindrit vrapojnë se nuk kanë siguri ekonomike. Dhe kanë harruar, janë vonë, shpejtu, të thash, ku i ke vure gjërat, pse si ke vënë në përvendin e tyre. Dhe papritur fëmijët kthehen nga subjekt në objekt. Duke qenë se janë objekt në shkollë, objekt në shtëpi, objekt me shokët, objekt në pavëmendje, atëherë kanë një subjekt që quhet telefoni. Ky telefoni, duke e marrë në të përditshmen dhe duke ndarë gjithë kohën e mundshme, pra, në qoftë se me nënën dhe babajnë rinë ajsa ta kthehen nga puna dhe një kohë shumë të kufizuar, me shokët mund të rinë në telefon, po dhe aty të kufizuar, me telefonin dhe me gjithë dynjan dhe me informacionin më të keq të mundshëm. E them këtë se pikërisht sot ka qenë dita ndërkombëtare e luftës për parandalimin e informacionit të pafiltruar ke fëmijët dhe nevoja që duhet kemi për ta ngritur zërin dhe për t'i bërë këto probleme virale. Këto duhet kthehen probleme virale, jo kush hyri në burg problemi viral. Këto duhet kthehen sepse na është kapur jeta peng, dhe të kapet jeta peng do të thotë të kapet jeta e fëmijëve dhe nëpërmjet fëmijëve po kapet jeta peng e prindërve, duke u kapur jeta peng e prindërve, është kapur jeta peng e shoqërisë dhe shoqëria konsumon më shumë pengmarrjen se sa mënyrën se si duhet ta zgjidhim këtë problem. Lor, të palumtur i kemi fëmijët sot? Jam shumë dakord me profesoreshën, kemi fëmijë shumë të palumtur, gjë që fëmijët sot nuk din më të luajnë me lodra, nuk din të mblidhen në lagje dhe të bëjnë një lojë. S'kan hapësira, s'kan ku të mblidhen e po të duan. Po nuk po flasim vetëm për Tiranën, po flasim për të gjithë Shqipërinë, dhe nëse nuk kanë vende për të luajtur në Tiranë, okej, mund të jem dakord me të pjesë, por as në për zonat rurale, në për fshatra, nuk shef më fëmijë që të mblidhen dhe të luajnë. Shef prindër që janë gjithmonë vonë, kanë gjithmonë diçka për të bërë përveç kohës që mund t'i kushtojnë fëmijëve të tyre. Të bësh një fëmijë është shumë kollaj. Ta rrisësh dhe ta edukosh atë është gjëja më e vështirë dhe përgjegjësia më e madhe që çdo prind duhet të ketë. Mund të fajsojnë shumë mirë një mësues, një pedagog, një psikolog, për shembuj që japin, por çdo gjë nis nga dashuria që ato falen. Nëse ti e rrit një fëmijë me shumë dashuri, e rrit një fëmijë që i tregon se si të menaxhojë emocionet e veta, ku është e mira dhe ku është e keqja, ke bërë më shumë se sa gjysmën e punës. Edhe çdo gjë thjeshtohet, si në shkolla, si në ambiente të tjera ku fëmijët mund të frekuentojnë kurse, after school, gjëra që ata mund të frekuentojnë, çdo gjë tjetër është më e qetë. Për aq kohë sa kemi prindër të pa kohë, kemi dhe fëmijë të palumtur. Në fakt, ajo që unë kam vënë re është se kemi dhe fëmijë pa dëshira. Fëmia nuk lidhet ke pa dëshira, se të gjithë kur janë bebe, kanë dëshira të jashtëzakonshme. Aq të shumta janë, sa që ndonjëherë prindrit duket sikur nuk i menaxhojnë dot. Problemi është se sa i lëm neve fëmijët të ëndërrojnë. Dhe problemi